Në një garë ku u përballën nxënësit më të mirë nga Shqipëria dhe Kosova, Ajla Kola, nxënëse e klasës së 9 në shkollën Edith Durham, arriti të rrëmbente çmimin e parë. Mes emocionit dhe krenarisë, Ajla rrëfen përvojën e saj në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Përgatitjet nuk mund të them se ishin në një periudhë të caktuar kohore, sepse ato ishin përgatitje të vazhdueshme përgjatë gjithë viteve. I gjithë procesi i Olimpiadës ishte shumë i bukur dhe emocionet ishin të paharrueshme, sidomos faza e fundit. Ndoshta mund të prisja të dilja tek të parët, por jo e para fare. U habita shumë kur kuptova sa shumë pikë kisha marrë. Ndërsa trofeun e kësaj fitorie ja dedikon familjes së saj, Ajla thotë se mbështetja dhe besimi i prindërve kanë qenë shtysa më e madhe në këtë rrugëtim. Kanë qenë një mbështetje e madhe për mua gjatë gjithë kësaj eksperience. Jam shumë mirënjohëse. Ata kanë qenë shtysa ime kryesore dhe më kanë ndihmuar shumë. Prandaj këtë fitore ju kushtoj atyre. Për të, suksesi është rezultati i përkushtimit dhe disiplinës, ndërsa ndan edhe një mesazh për bashkëmoshatarët e saj. Në pjesën më të madhe të javës, unë fokusohem tek mësimet, që duke organizuar sa më mirë kohën dhe me një strukturë të caktuar. Me punë, përkushtim dhe vullnet, çdo gjë mund ta bësh, kështu që asnjëherë mos mendo se diçka është e pamundur. Faza finale mbarkombëtare e Olimpiadës së Gjuhës Shqipe u zhvillua në Kosovë, duke mbledhur 90 finalistë nga Shqipëria dhe Kosova në një aktivitet kushtuar gjuhës amtare, dijes dhe bashkëpunimit arsimor.